ren. Çka është prioritet momentalisht si vizitave në shtëpi? Insistimi për t'i mbajtur fëmijët në qumë shqiri, insistimi për të vaksinuar, apo ka edhe halle tjera, për shembull tek shtatzënat ose ku të diun? Jo, insistimi është mas pari rreth gjithonjes, mandej rreth vaksinimit. Që janë dy prioritete shumë. Që janë prioritet është gjithonja, gjithashtu edhe nona mas lindjes, që momentin që të prezentohet qytash programi, ka nona që mirëpresin shumë. Edhe momentin kur infermierët të hynë në atë familje, ato e ndinë vetën pak ma të veçanta që pas ka ardhur ky program që po kujdes ka edhe dikush për neve. Kështu që prioritet thash gjithonja dhe vaksinimi. Dhe të dyja janë, po e them, fushata të pashtershme sepse çdo herë duhet punohet në këtë drejtim sepse informacionet e pasakta gjithmonë janë pranë njerëzve dhe e i bojnë